4 varrime. Eshtrat e Çerçistopullit nuk gjenden prej e kollaj. 4 herë në toka shqiptare ka pranuar trupin e tij të vdekur, si të ishte një reagim. 4 herë është varrosur Çerçistopulli. Varrimi i parë krye nga Malazez, pra kur e vran. Dhe ende me gjak të ngrohtë e futën në dhe. Varrimi i dytë në 27 nëntor në Gjirokastër në të vitin 1936 në ceremoni shtetërore. Më 14 shtator 36 në Shkodër ishte kryer zhvarrimi, dhe kjo është shoqëruar me një ceremoni përcjellëse që ka mbetur në histori sepse kjo është edhe dalja e parë publike e Enver Hoxhës me një fjalim që ai mbajti në balkonin e Bashkisë së Qytetit. Ju lutem regjia dhe njëra të foton kur ishte varrimi. Aty është fotoja e Enver Hoxhës ku shfaqet Enver Hoxha profesor në liceun. Ja, ai aty është Enver Hoxha. Këtu më bëhet zhvarrimi i eshtrave dhe ky këtu është Enver Hoxha. Dhe me një rrethana të çuditshme, ai mbajti fjalim në balkonin e Bashkisë së Shkodrës. Aty kemi një manipulim të fotografisë, një retushim, balkoni ka qenë i mbushur plot dhe ai mbajti fjalim si gjithë të tjerët, si përfaqësues i Gjirokastrës. Por gjatë regjimit komunist, ata u fshin të gjithë dhe në balkon ishte vetëm Enver Hoxha sikur i fliste djalerisë. Është një manipulim fantastik me anë të fotografisë për Enver Hoxhën. Ja, aty është Enver Hoxha dhe këtu. Domethënë më e zoomuar kë, më afër. Ata të tjerë janë kryetari i Bashkisë së Shkodrës, personalitete të tjera, një oficer gjendarmerie dhe të tjerë do të jetë në mos gaboj kryetari i Bashkisë dhe të tjerë. Këto ishin varrime. Në vitin 1945 u krye varrimi i tretë, këto ishin 2, tani i treti. Duke vendosur eshtrat e Çerçistopullit varrezat dëshmorëve në Gjirokastër. Në vitin 70 eshtrat u vendosën në kodrin e qytetit të Gjirokastër, aty ku ndodhen varret e Bajotopullit, Koto Hoxhit dhe Pandali Sotirit shoqëruar në atë memorial. Pra, 4 herë është varrosur Çerçistopulli. Domethënë është një histori me të vërtet shumë e rëndë e vrasjes, po një histori gati paqe vërtet edhe zhvarrim, varrim, domethënë 4 herë gati sikur të thoshë shpirti i tij s'ka gjendur preje. Do bëjmë një ndërprerje publicitet dhe kthehemi sërish. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit i mirë studio, faleminderit e njëri institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Do t'i kalojmë edhe njëherë fotografit, kam disa dokumente dhe disa foto për t'i komentuar dhe pastaj flasim përsëri për elementet dhe detajet e vrasjes, po edhe njëherë kjo skema ja karroca i kanë zbritur nga karroca të dy, i ka thënë që do të shkojmë në Cetinj, karroca me kal, aty kanë qenë 15 ushtar dhe befas i kanë zbritur dhe i kanë ekzekutuar të dy. Faleminderit piktorit Gjegjë Digo si për herë që ka ilustruar të gjitha vrasjet. Foto tjetër? Po e kalojmë Çerçistopullin, portreti veçantë, Muçaqulli. Kjo është një nga gazetat e asaj kohe që ka qenë gazeta Drita, Manastirit 1910, që Muçaqulli shkruante her pas here dhe kjo është Eniko Kotheres, një studios, një koleksionist, një shpjegues mbi të gjitha jashtëzakonshëm i arkivave shqiptare, po foto tjetër e përshkruam dhe këtë të Çerçistopullit. Po, edhe këtë e komentuam të dy me Mihal Gramenon. Kjo është një çet tipike komanduar nga Çerçistopulli, komitët që quheshin në atë kohë dhe që ka kryer disa luftime për parësinë e Shqipërisë. Është me të vërtetë një foto e jashtëzakonshme, sepse tregon shumë element të çetave që i drejtonte Çerçistopullit. Foto tjetër? Një nga ato të varrimit, aty është një
fëmijë që mbran gazetën Demokratia, që botojnë Gjirokastër dhe që ka shkruar sigurisht edhe për kthimin e eshtrave të Çerçistopullit nga Shkodra në Gjirokastër. Foto tjetër. Ja monumenti Çerçistopullit është një lloj simbolike për qytetin e Gjirokastrës, Çerçistopulli. Ky është monumenti që është vendosur në atë kohë në Gjirokastër dhe që është edhe sot e kësaj dite, dhe këtu paria e qytetit që ka inauguruar këtë monument të jashtëzakonshëm, me të vërtetë shumë interesant të Gjirokastrës. Po, foto tjetër. Gazetën Drita në Sofje është botuar sepse Çerçistopulli edhe shkruante: e fëlliqura Turqi, shqiptarët i ka rrjepur e varfëruar keq, saqë mund themi se varfëria vobësi, si e shqiptar nuk gjenden gjikun. Pa shtëpi, pa gjë, pa mësime, pa më të voglën shpresë, kanë mbetur edhe prap pagesë rënd i pagojnë Turqisë, e cila i merr ushtarë që të vejnë e të vdesin nga klima dhe shigjetat e Mahmud Yahjait në Arabi, në Yemen. As ullë s'kemi, as ura, as mesojnëtore, as ndonjë të mirë për vendin tonë, ka bërë gjerim sot Turqia. Të gjithë të ollat që mbledh i dërgon në Stamboll, me çdo në punësi të saj ka dhënë lejen të rrjep gjindjen në çdo udhë të mundur. Kjo është e dhënë nga Çerçistopulli. Ai thjesht nuk ishte një luftëtar, por ishte edhe një mendimtar, duhet thënë këtë, dhe pak njihet ky dimensioni Çerçistopullit si shkrimtar, si gazetar, si mendimtar i asaj kohe. Pra, botuar në gazetën Drita në Sofje në dhjetor të vitit 1906. Foto tjetër. Edhe këtë e komentuam, po nga Niko Kotherja, Çerçistopulli. Foto tjetër. Po edhe këtë e komentuam. Po, është një dokument mbas kësaj, duhet të jetë një dokument. Po, tani, fletore zyrtare, 8 prill 1131, dekret ligj mbi shpërblime patriotike. Personat të treguam në artikullin 2 të kësaj dekret ligj, mbasi janë të pajisur me gjithë cilësinat e lypura prej artikullit 1 dhe 2 të ligjit me datë 27 dhjetor 27, u akordohet një shpërblim patriotik me sasinë e shënuar më poshtë. Sipas dokumentave dhe hetimeve zyrtare, meritojnë akordimin e shpërblimit mujor personat e poshënuar. 1. Bajo Topli në muaj frangari 350, familjes Mjal Gramenos 300, Napolona, frangari, Gjemal Prishtina, frangari 300, Andi Hori 250, Dimitri Ilo, zonja e të ndjerit Çerçistopulli. Pra, Bajo Topli aty ishte gjallë, dhe i është dhënë një shpërblim mujor 350 frangari. Zonjës së Çerçistopullit 120 frangari në muaj. Pastaj ka dhe të tjerë personazhe, për shembull Sofia e Veja e dëshmorit Astafit, cili do flasim në një puntat tjetër, në një emision tjetër, edhe ajo ka marrë 100 franga ari si shpërblim. Pra, shteti i Amezogut, mbreti Zog, me dekret veçantë, sepse aty në fund firmën dhe vullën e Amezogut, ndërkohë sigurisht janë dhe kryeministri Paneli Evangjeli, ministri punëve të jashtme, zëvendësministri i brendshëm Rauf Fico, Kol Thaçi, ministri i financave, Difrashi, ministri i ekonomisë, ministri i drejtësisë Vangela Vrami dhe ministri i punëve botore Izet Dibra. Pra, shteti i Amezogut e respektonte deri në vlerësim monetar familjes dhe bashkëshortës së Çerçistopullit. Por, të themi disa mistere, disa gjëra, disa fakte më saktë që lidhen me këtë vrasje. 10 mistere. I pari, 1. A ishte arrestimi i parë dhe lirimi një taktik për të ulur vigjilencën e Çerçistopullit dhe Mustafa Qullit? Besohet po. 2. Përse malazezët u thanë që nuk ishin gjë me ta edhe pse i vran? Ishte pjesë e kurthit. 3. Përse i arrestuan pikërisht me shtat korrik? A kishte ndonjë domethënie kjo datë? Kishte një lidhje data, sepse siç e tham, ata janë vrarë si akmarrje për vrasjen e kryepeshkopit në Selanik. Do thënë, kjo ishte një ngjarje që tronditi goxha qarqet greke dhe ajo vrasje ishte sikur të përgjigje për vrasjen e Spiro Kosturit në Selanik. Do thënë, është një ngjarje shumë e rëndë. Përse Çerçistopulli dhe Mustafa Qulli i ndan veç të arrestuarve të tjerë patriotë që ishin bashkë me ta të arrestuar? Në pamje parë, në fakt,
krijon këtë, ç'lidhje ka Muço Qulli me Çeçistopllin? Sigurisht ata ishin miq, kishin bashkëpunimet e tyre, por arreston një gazetar dhe një luftëtar. Ka diçka që duhet i bënte bashkë, ka një lidhje bashkë, është pikërisht armiqësia ndaj atyre, e grekëve të lidhur me malazezët. Përse Çeçistopulli shkojnë takim pasi garanci për jetën? Do kjo është gjë më e habitshme. E thirrën dhe ai shkojnë takim. Përse malazezët i lidhën me pranga, hekura dhe litar vetëm Çeçizi dhe Mustafan? Të arrestuarit e tjerë nuk ishin në këtë situatë, në këtë gjendje. Përse ushtarët malazezë u thanë që do të dërgonin Cetinj, por rrugës i vranë? Pra, aty lajmëruan Cetinj. Është e habitshme, pse në Cetinj? Dhe kjo tregon që ishte një plan. Si ka mundësi që Çeçistopulli nuk u gjet asnjë mik i vjetër për ndihmë gjatë qëndrimit në Shkodër? Kjo është një mundim shumë i madh, se kam kuptuar asnjëherë, askush nuk e ndihmoi gjatë ditëve që ai ishte i arrestuar, në Shkodër. Askush nuk e ndihmoi. Përse pas ekzekutimit të varrosit, ngjarja u mbajt e fshehtë. Kaluan shumë kohë dhe asnjë përpjekje, asnjë gjë për zhvarrimin, për gjetjen, për identifikimin e kufomave, dhe gjithçka u mbajt e fshehtë dhe nuk foli kush. Duket që ka një bashkëpunim, sigurisht autorë ishin bashkëpunim grekët me slavët, me serbët, me malazezët, por pa diskutim që në këtë kanë dorë edhe disa shqiptarë, gjakprishur, siç i thoshin në atë kohë. Dhe siç e thanë edhe në fjalën e thirrjes së jeshtrave nga Anton Arapi, po edhe nga Ernest Koliqi. Do thosha që pjesa më e rëndë e kësaj vrasje, e këtij plani, pa diskutim ishte momenti i ekzekutimit, por akti, do të thënë, heroik se si i lidhur me zinxhir dhe Çeçistopulli është përleshur me ushtarët malazez, dhe kjo është dëshmuar nga dëshmitar okular i cili ka parë gjithçka çka ka ndodhur aty, është me të vërtetë një gjë e jashtëzakonshme. Vetëm një luan si Çeçistopulli që ai kishte treguar veten në shumë luftime që ishte i tillë, do ta bënte atë përleshje. Unë do t'i kthem edhe një herë çfarë ka thënë Ernest Koliqi. Hije mallore nisnin ju, hije mallore të Çeçistopullit dhe Mustafa Qullit. Ernest Koliqi. Zgjonin kalim zemrat e fjetura, zgjoni zemrat e fjetura. Fuqizoni shpirtat e ligështuam. Shka kërkon djaleria për Shqipërisë, drejtësi të plotë shoqërore. O ti Çeçiz, o ti Mustafa Qulli, që më të kuq e bat flamurin. Domethënë, që sa frazë e bukur. Ernest Koliqi thotë që Çeçistopulli dhe Mustafa Qulli e bën më të kuq flamurin kombëtar. Pse? Sepse ata derdhin gjak. E bën më të kuq flamurin. Është një përcaktim i jashtëzakonshëm. E bët me gjakun e pastër tuj, shpallja djalerisë se përparimi më i drejtë se drejtësia më e plot shoqërore mund të arrihen në emër të Shqipërisë. Pra, ata u vranë në emër të Shqipërisë dhe kjo e lartëson shumë figurën e Çeçistopullit, po edhe të Mustafa Qullit. Dhe duhet themi edhe dy fjalë për Mustafa Qullin, është gazetari i parë i vrarë në historinë e shtetit shqiptar. Sigurisht i vrarë nga forcat huaja, por në bashkëpunim me shqiptar, po është gazetari i parë i vrarë dhe kjo e bën atë edhe dëshmorin e parë në një farë mënyrë të rënë në detyrë si gazetar për shkak të detyrës. Për shkak të detyrës. E theksoj këtë gjë për shkak të detyrës. Ky ishte vrasja e rëndë e Çeçistopullit dhe e Mustafa Qullit, e Muço Qullit, sepse në shumë dokumenta apo edhe për frazat ndryshme, një si Muço Qulli, ai ishte Mustafa Qulli, për shkurtimisht që thrisin Muço.